Rash thash unë do bëhem gazetar. Po si ishte kjo, çfarë ndodhi? Jo, ka ndodhur diçka. Jo, dëgjoj, vjen ekipi i Francës, Kontarja. Në 1990? Në 1990-ën. 90-ën. Po, ka qenë Kemi rrok 5-0? Jo, këtu jemi rrahur 1-0. 1-0 atje 5. Po, këtu takova gjithë dhe takoj një gazetar të gazetës Le Monde. Po? Philippe Broussard. Ai u marnit nga frenggishtja ime. Po sa ku e mësove? Po në shkollë, po ne kemi. Po jo, atë tha, të pyeti. Po, patjetër. Se mua më kujtohet Muhamet Kaplani kur firmosi marrëveshjen e marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë në Washington. Dhe foli anglishten, ai ishte profesor, po ishte ministri i jashtëm në atë moment. Po. Dhe kishte qenë profesor. Ku e ke mësuar anglishten, i tha zëvendës sekretari i shtetit. Se ai Shqipëria izoluar, fjala izoluar, këta di vetëm shqip. Ai foli anglisht shumë mirë, i tha, ku ke mësuar? Në Universitetin e Tiranës. Ai jo vetëm që u mahnit nga frenggishtja ime, sepse ne kemi qenë një grup shumë i mirë që kemi pas në vit parë të shkollës meze, kemi pas një profesor i ndrit shpirti atje lart, Prokop Kero. Edhe Kopi ishte, pastaj është dhe thunë ti nga Zoti ajo hëja, duhet jesh regullier në jetë, i rregullt në profesion. Dhe unë që thuaj edhe një herë sa regullier. O sa bukur. Po jo, po që është dhuntin nga Zoti, e kupton. Dhe unë qëndrova një javë me të, e futa në ca vende këtë Philippe Broussarin e Le Mondit, ai u habit fare, domethënë. Se sa ditë ndëm këtu ata? Ha? Sa ndëm këtu ata? Pa ai ndeti dhe në pas atyre. Dhe ai ç'a bën? Shkon në Francë dhe e shpërndan emrin tim dhe numrin tim të telefonit të shtëpisë. 261-55, ka që numri im i shtëpisë. E shpërndan në të gjitha redaksit franceze. Po pse? Ke Le Figaro, po sepse po vinte revolucioni në Shqipëri dhe që ato të kontaktonin me ty. Po, unë jam i vetmi që kam hyrë në asnjë s'jam bante. Po? S'jam bante, ishim mbledhur këtu ke Pallati i Kongreseve. Po? Ndodhi vrasja e 4 martirëve në Shkodër. Po? Asnjërit nuk jam bante. Ku të futej? Tite nga Tirana në Shkodër. Ti vjen në Shkodër? Kam shkuar unë, po. Kur? Në 2 prill. Në 2 prill unë kam qenë aty. Pritani se këtë pse ma ke mbajtur të fshetë, pse s'ma ke treguar? Po çon si ka. Jo, ka rëndësi kjo. Domethënë ti morë veshën në Shkodër, po ka trazira. Po, asnjëri nuk jam bante. Dhe ti morë makinë dhe ike. Mora makinën me gazetarin e Expressit, L'Express, Vincent Hugeux, edhe gazetarin Michel Sedbun. Michel Sedbun. Po, na ndaluan në Laç. Në mëngjes. Po jo, ku e di ti që do ndodhte ngjarja? Si ku e di? Ngjarja ndodhi aty, ne u nisëm këto, kishin marrë vesh këto që do kishte trazira. Pra. Se di, kishin marrë vesh këto që kishte trazira. Sepse në 31 ishin mbajtur zgjedhjet. Po. Dhe ju shkuat të 2. Në 2, në mëngjes. Në mëngjes. Dhe unë e mbaj mend si tani, domethënë, na kanë ndaluar në Laç. Po pse? Po, si pse? Jo, kush u daloi? Policia? Jo, njerëzit me maska. Me maska. Mi po unë pata një fat se mua më njihnin pak, sepse unë fitova një konkurs në 90-ën. U bë një konkurs në RTS, konkursi i parë për njohuritë e sportit. Unë isha më i vogël aty. Fitova puntatën e atës. Dhe të kishin fiksuar? Po, me siguri, se vetëm ne kaluam. Dhe nuk e harroj kur pastaj, kam qenë nuk e shqis dot një imazh, një mace të zezë të varur në një lampadar të turizmin në Shkodër, dhe kam qenë aty duke i përkthyer atyre në muke sheshi komitetit partisë, mes plumbave aty ka qenë aty Ervin Baku. Ishte macja, kush e kishin vrarë macën? Se di, jo, e kishin varur aty macën. Kishin varur? Po, një lampadar të zi. Kishin ngordhur? Po, patjetër. E kishin varur, ë? Po. Tani, me që ti e ke ndjekur këtë gjë, kush i vrau katër? Se di, ja, nuk e di unë. Po çfarë raportove ti? Unë përktheja. Ti vetëm përktheje? Po, tjetër. Aty ta ditë lindi ajo e gazetarit. Aty, prej aty, kemi bërë një intervistë brillante me Pjetër Arbnorin. Me Pjetër, sa kështë dal nga... Ke turizmi. Rozafa. Dhe që ndodhte? Pjetri fliste shumë mirë, Pjetri e kuptonte frëngjishten 200%. Po pse s'u fliste? Por nuk fliste. Po pse se ato të Se di, dhe çfarë bënim? Gazetari francez bënte pyetjen, unë s'kisha nevojë t'ja përktheja Pjetrit pyetjen. Pjetri më fliste mua shqip dhe unë ja përktheja gazetarit. Dhe unë kam një shnim nga Pjetri, e ruajtër, ku më falenderon për frëngjishten e përkryer
gjatë intervistës, ai e kuptonte shumë mirë se çfarë i thoi. Edhe gjermanisht, anglisht. Dhe kam qenë aty kur u hap katedralja e parë në Shkodër në 10 mars 91. Domthonë kanë qenë dhe unë thash, unë do bëhem gazetar. Kështu e ndalën. Dhe kur shkova në Francë me ish bashkëshortën time, nënën e fëmijëve, kërkova azil politik. Kur fituam azilin politik, unë thash, unë do ili në Strasburg, sepse dua të mbuloj Këshillin e Evropës dhe Parlamentin Evropian dhe u zhvendosëm në Strasburg. Do të pyes, kemi disa fotografi, jo disa, po kemi goxha fotografi dhe do t'i komentojmë një nga një. Foto e parë, lutem, regjia. Këtu te materniteti nëna mbretëresha Geraldine. Materniteti është mbrapa. Një maternitet pra do, se tash janë bërë 2. Po, jo tani janë bërë 2. Po pse atëherë, jo më ishte edhe atëherë 2? Jo. Se si hapur ai aty te sa 12 dinamo? Duke sikur ishte hapur vini. Ishte hapur? Po. Atëherë ky është Ky është materniteti që quhet. Atë që ne njohim si materniteti. Po, materniteti, pastaj tjerët janë derivate. Tani këtu do të mama e babi? Këtu sa kam dalë nga materniteti. Ti je i mbledhur atje me edhe kuvertën? I ndrit shpirti atje lart mamit tim, Efigjeni Baku, babit tim Petraq Baku, gjyshës sime, nga gjyshin dhe gjyshet, unë kam njohur vetëm gjyshen. Si quhej gjyshen? Nëna i thraqa unë, Konstantina. Konstantina. Edhe Nexhi dhe i ndrit shpirti dhe gjyshës dhe Nexhi ishte gruaja e Dajës. Daja Nikolaj Shtaja ka qenë drejtor në kinostudio, drejtor filmi, YM Bidrin. Dhe vllai im Adrian Baku, po. Do të këtu je në sa mars? Këtu jemi 10, tani se di. E 2 ditë mund të ketë. Se di sa ke, okej. Po 10 mars ke. Po, dhe kjo është një taksi, po. Do ata sa mund taksi prit tha ndalin, kush ishte ai që? Ore kjo është fotorrallor. Po. Ku kishte kështu sketash? Dhe kanë dashur të ma bëjnë me ngjyra, kanë thënë jo, kjo këtu e ka bukurinë. Ke bardhëzia, se sot mund të bëj. Unë e urrej don, ja. Tu është, domethënë tregonte mamaja në një moment për këtë? Në një detaj për këtë moment, për këtë çast? Jo, po dëgjoj, unë jam. Kush ishte fotografi? Po jetë fotografi. Se di, po ka patur fotograf aty më duket. Aty? Apo se di, nuk e di. Po babi ka qenë, dëgjoj, babi ka qenë inxhinier ndërtimi dhe babi ka ndërtuar gjithë Shqipërinë. Vetëm Kukrës nuk ka ndërtuar, gjithë Tiranën dhe gjithë Shqipërinë. Dhe në këto kohë ka qenë kryeinxhinier i ndërmarrjes ndërtimi ushtarake. Dhe siç duket, ka marrë do. Qartë. Foto tjetër. Dhe unë jam ky që jam fal këtyre prindërve edhe vllajt, se po mos isha në këtë familje, me atë që mua më ra. Ja, do themi, kemi foton tjetër, të lutem? Vini. Me atë që mua më ra në 19 qershor, unë sot, po mos isha atë familje, ndoshta sot do isha duke shit fara diku. Vini, mua më ka përshtypje, ti në moshën 3 muaj... E 9 ditë. E 9 ditë? Po. Do thënë usmurë nga... Poliomieliti. Po. Dhe çfarë ndodhi? Si usmurë? Çfarë? Po sepse unë kam lindur në 10 mars dhe atëherë nuk kishte vaksina. Vaksinat ishin në shtator. Kështu ishte atëherë. Rregull. Po. Do thënë vaksina duhet ishte bërë sapo linde? Jo, s'kishte vaksina kur linda. Ishte në shtator. Pra duhet prisje 6 muaj. Po pse? Pse 6 muaj? Kështu ishte dhe në çerdhe një ditë të bukur e panë që ti ishe me poliomielit. Dhe çfarë ndodhi? Çfarë shkaktoi ajo? Çfarë pasojë shpati? Ajo pasoi që unë jam ngritur në këmbë 6 vjeç e pak. 6 vjeç që ngritur. Po, kam filluar shkollën rregullisht, por dua të përmend dhe përveç babait tim, dua të përmend dhe 2 burra, më shumë 3. Është një Shaban Pelingu. Po? Ai më ka ngritur në këmbë me masazhe popullore. Me masazhe? Vinte 3 herë në javë. Me gjendje paguanin prindit e mi. Shaban Pelingu, tjetri Panajot Boga, më ka bërë operacione këtu në Shqipëri. Operacion? Po, kam bërë shumë operacione këtu, në 85-ën. Dhe ai që kompletoi shëndetin tim, i bëra në Francë në 94-ën, Jacques Caton. Dhe kur ai pa, më tha mua, ku i ke bërë këto operacionet e tjera? Thash unë në Shqipëri. Ai më pyeti pse, më tha mua, ka Shqipëria mjek të tillë? Vërtet? Po, për Panajot Bogën.